E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit. Siç duket, shpresa që thuhet në fakt një fjalë e vjetër popullore vdes e fundit, erdhi fundi për Mirin edhe Selinën. Një afërsi që u komentua jashtëzakonisht shumë, një afërsi që ngriti pikpyetje të mëdha, theu tabu të ndryshëm. Një grua e cila në një studio televizive siç është Top Albania Radio u shpreh për bashkëshortin e saj, duke shprehur një besim jashtëzakonisht të madh tek ai që marrëdhënien të ndërtuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit me Selinën e ka vetëm në kuadër të lojës. Dhe siç duket kështu ndodhi. Tani ishte në kuadër të lojës, apo ishte një ndjenjë e cila u ndërtua dhe u thye në mes, kjo vetëm nga koha do të faktohet. Ditën e sotme Brikena ka qenë në qendër të vëmendjes. Brikena i ka drejtuar sot një pyetje të drejtë për drejtë Selinës në lidhje me vazhdimsinë e marrëdhënies së saj me Mirin. Pas krisjes gjatë ditëve të fundit, ku janë përfshirë në debate të forta, duke sjellë fundin e marrëdhënies së lojës së tyre. Tani Brikena i thot kështu, do ta citoj fjalë për fjalë. Ti Selin, pas krisjes me Mirin, ja kishe lejuar vetes me krijuar një aleancë apo shoqëri në lojë me Mirin pas asaj që e pambrëm? Që nga fillesa e debatit ton, thot Selina, mbaroi i gjithë debati. U tha çfarë ishte për t'u thënë, pavarësisht të gjithë debatit edhe ndarjes son në lojë. Unë si Selin gëzoj respekt maksimal për atë, që unë kam njohur nga ana njerëzore dhe kujdesin që ka treguar kundër drejt meje për temat tona personale. Në lojë nuk do të ketë një rikthim, sepse kjo përveç se do t'ishte penalizim i hapur për mua si lojtare, nuk e shikoj më si një aleat të mundshëm brenda në lojë Mirin. Do me thënë, marrëdhënia e shumë përfolur mes Selinës edhe Mirit ka përfunduar. Tani në fakt ngritet pikpyetja për Gimbon. A është Gimbo një pëlqim shpirtëror, një ndjenjë, një emocion për Selinën, apo thjesht është një aleancë brenda në lojë që Selina do ta përdor, sepse banorët Selinën e quajnë si një femër që përdor meshkuj, mua nuk më duket një femër që përdor meshkuj, unë mendoj që Miri hyri në marrëdhënie me dëshirën e tij, me bindjen e plotë të tij, nuk është se bëri një diçka që ai nuk e dinte se çfarë po bën, apo nuk e dinte se çfarë po ndjen, ka patur shumë informacione nga jashtë, erdhi letra e babait që Miri kishte mundësinë që ndoshta të largohet nga Selina, ndoshta edhe kishte mundësinë që të tregohet shumë burr që unë mora vendimin tim dhe respektova dinjitetin tim, Miri shkoli mbi dinjitetin e vet, do me thënë e uli dhe vlerën e tij, vetëm e vetëm mos largohet nga Selina dhe vjen momenti që Selin vendos, do me thënë pa ju dridhur qerpiku fare, brenda një momenti të ndaloj gjithçka, do me thënë e preu si me thik dhe kjo mendoj unë vjen nga një thyerje shpirtërore shumë e madhe që Selina mund ta ketë nuhatur gabimet që Miri ka bërë kundër drejt saj. Po të ishte Messi Gimbo, unë nuk e shoh në fakt raportin shumë të afërt me Selinës edhe Gimbos, unë më së shumti e shoh Selinën që ka mendjen tek Miri, që flet akoma për Mirin cepem cep dhe bisedon për Mirin. Dhe mendoj që një femër që flet cepem cep për një mashkull, nuk do të thotë që ajo ka humbur ndjenjën. Mendoni ju që Selina është e dashuruar në një djalë apo thjesht është duke bërë një lojë brenda kësaj shtëpie?